Rikthehemi sërish në Living Day, sot flasim për pavarësinë e Kosovës dhe në këtë pjesë të programit ne do të kemi mundësinë që të lidhemi me dy djem të rinj, dy djem të talentuar. Ata janë pjesë e brezit të ri të pas luftës. Ata i përkasin asaj pjese të popullsisë shqiptare që jeton jashtë kufive. Nga Prishtina e pas luftës, fitues të olimpiadave ndërkombëtare. Lidhe me njëherë me Gjini dhe Lumi Rahmani. Përshëndetje. Mirë se vini në Living Day, jam e lumtur që sot bëheni pjesë e programit. Çfarë ju kanë treguar prindrit ju, çfarë dini ju për këtë ditë të rëndësishme për pavarësinë e Kosovës? Po, normalisht është një ditë shumë e rëndësishme, sepse pas shumë viteve të luftrave dhe që kemi qenë në përfitimin e Serbisë, kemi pas luftës së fundit e kemi arrit pavarësinë. Ku kanë qenë prindrit tuaj këtë ditë 18 vite më parë? Kanë qenë duke në Kosovë, dikon po saktë nuk e di ku. Po, kanë qenë në Kosovë, po kjo është e rëndësishme për të thënë që kanë qenë në Kosovë. Nuk e di ku se në Kosovë po nuk e di saktë ku. Ka qenë duket në punë, babi, mami ka qenë në shtëpi të dojtë. Po, kanë qenë në Kosovë ata dhe kanë përjetuar gjithçka. Ndërsa ju vetë nuk keni lindur në Kosovë, apo jo? Më tregoni pak historinë tuaj. Kemi lindur në Kosovë, vetë, po, pas pavarësisë. Po? Dhe kur jeni... Ku jetoni ju tani? Në Kosovë. Në Kosovë, ju vazhdoni të jetoni në Kosovë? Jeni rikthyer sërish, pra prindrit kanë qenë emigrante dhe jeni rikthyer sërish në Kosovë? Jo, veç kemi, domethënë na ka rënë ka shumë medalë për shkak të që kemi marrë pjesë në shumë gara internacionale dhe domethënë përmes këtyre gorave na ka rënë me shku në mbështetje të ndryshme. Dhe për këtë arsye është krijuar përshtypja se ju jetoni më shumë jashtë Kosovës se sa në Kosovë, sepse konkurset, olimpiadat në të cilat ju keni marrë pjesë kanë qenë të panumërta. Dhe ju jeni vlerësuar me medalje ari. Pra bëhet fjalë për një brez i cili rritet në kushte krejt të tjera dhe bëhet pjesë e konkurseve shumë të rëndësishme ndërkombëtare dhe vlerësohet. Një histori shumë e bukur suksesi. Pra, shohim se gjeneratat e reja dhe në fakt komplet projekti i Kosovës si projekt amerikan duhet të dëshmohet ashtu siç po dëshmohet çdo ditë pranë gjithë botës si historie suksesi. Këta dy të rit janë dy të rit të cilët po e dëshmojnë edhe më shumë këtë fakt dhe tregojnë një histori suksesi për arritjet e tyre personale. Dhe unë do doja që ata të na tregojnë për medaljet më të rëndësishme që kanë fituar dhe konkurset më të rëndësishme në të cilat kanë marrë pjesë. Po ka shumë, edhe të gjitha janë të rëndësishme në nivelin e vet. Patjetër. Për shembull për mua kisha thënë më e rëndësishmja ka qenë ndoshta e para që e kam fitu sepse ka qenë normal eksperienca e parë imja në kësi gara, që ka qenë një garë në Kosovë për robotik, por e para internacionale kështu e rëndësishme ka qenë në Amerikë shkencore, edhe kjo e fundit që kemi marrë pjesë tash, që unë ka marrë pjesë për kodim, matematikë dhe shkencë, edhe Lumi që ka marrë pjesë për matematikë edhe AI. Ju merrni pjesë në konkurse të ndryshme, apo shkoni në të njëjtat konkurse? Lumi? Po, i ndërrojmë, ama ne me Gjinin adin shpena në përgora bashkë. Ashtu, a? Kush është më i fortë nga ju të dy? Lumi është më i forti? E pranaj. Ndërkohë, gjatë bisedës tonë shoqërojnë edhe foto të ndryshme ku ju keni ngritur lart flamurin e Kosovës në këto konkurse që keni marrë pjesë. Shumica e këtyre fotove janë prej konkurset më të fundit që na ka rënë me marrë pjesë të dytë në AI edhe për shkak se tash jena, domethënë Lumi është në klasë të 6 edhe në klasë të 10, i kanë shpërndar medaljet bashkë dhe na ka rënë medaljen në skemë bashkë me Mojt Flamurin. Më trego pak për emocionet kur e mbani ashtu flamurin. Fitues me medalje.
s'ka, janë emocione të papërshkrueshme, domethënë jo vetëm që kemi fitu, por edhe që i kemi bërë prindrit krenor edhe që na ka, domethënë kemi pas mundësinë me tregu Kosovën në Amerikë. Është shumë e bukur ta dëgjosh nga të rinj, të cilët kanë ambicie, por janë edhe shumë të suksesshëm, bëhen pjesë e këtyre konkursave dhe shkëlqejnë në matematikë, në shkencë. Në fakt, në Kosovë, ICT, apo pjesa e teknologjisë, është jashtëzakonisht e avancuar. Pra ka le të themi një treg shumë të mirë për gjithë ata si për Marsit dhe për gjithë ata të cilët investojnë në këtë industri. Por unë mendoj që jo vetëm industria e ICT-s apo e teknologjisë si që njihet në gjuhën shqipe, unë mendoj se edhe sporti jep kontributin e vetë, besoj sporti, patjetër. Të gjithë, jemi të vetëdijshëm ndaj kësaj se si kombë, si shqiptarë, gjithandej ku jemi, ku ndodhemi në shtetet të ndryshme, pashka se një ditë do t'jemi të gjithë bashkë, mendoj që tregojmë histori suksesi në fushat të ndryshme, si që është rasti konkret, përmenda jo vetëm në gara të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Por e bukura është se shembuj tregojnë se për teja oqeanit jemi bukur të suksesshëm dhe andaj kur sheh kështu të histori suksesi zemrat bëhet mal, andaj shpresojmë dhe besojmë që sa më shumë të kemi historie të tilla në mënyrë që të përfaqësojmë në mënyrën më të denjë gjithë kombin shqiptar, se unë mendoj se kur kemi një arritje të tillë në çfarëdo fushë, në çfarëdo le të themi segmenti të jetës, mendoj që nuk është vetëm arritje personale, është arritje përveç shtetërore, është arritje kombëtare. Pra prezentojmë para gjithë botës kombin shqiptar si një komb i cili ka vlera të pashtershme. Dhe ne donim që ta sillnim pikërisht këtë moment krenarie përmes dy të rinjve të cilët nuk rreshtin su bërë pjesë e konkurseve ndërkombëtare dhe me shumë dinjitet e ngrejnë flamurin e Kosovës lartë. Faleminderit shumë, ju uroj shumë sukseset të tjera, po bëheni gati për ndonjë konkurs së afërmi? Po, në të ardhmen e ofert i kemi edhe disa të tjera. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe gëzuar ditën e pavarësisë Kosovës. Mirupafshim dhe faleminderit shumë nga Living Day. Faleminderit. Është një moment kënaqësie ky të ndash emocionet edhe me brezin e ri që ka dëgjuar nga prindrit, ka dëgjuar nga gjyshërit, por që e jeton Kosovën kështu në këtë mënyrë dhe bëhet Kosova tashmë, si gjithë pjesa tjetër e botës dhe këta të rinj kanë të njëjtat ambicie dhe të njëjtat dëshira dhe kanë kaq shumë sukses të cilin ne donin ta ndanim përmes publikut ton edhe me ta. Do të vazhdojmë të kemi lidhje të tjera, komunikime të tjera që na vijnë nga Kosova, nga Prishtina sot. Do të kemi mundësinë të lidhemi me një djalë i cili u bë pjesë e kastës Ferma VIP edhe ai tregoi shumë vlera njerëzore. Bëhet fjalë për Ylli Dreshaj, sapo të jetë gati nga regjia e mirëpres me kënaqësinë më të madhe. Po mos harrojmë edhe Ferma VIP për cilës shumë në Kosova, sidomos në Prishtina, është një projekt i jashtëzakonshëm, ka shikueshmëri të jashtëzakonshme në Prishtinë dhe në Kosovë, andaj një projekt fantastik. Po, më vjen shumë mirë. Duhet të potencohet kjo, sepse është një arritje shumë e madhe për shtëpinë e juaj si shtëpi mediatike dhe projekt fantastik. Është një projekt të cilin të gjithë e realizojnë me dëshirën dhe me përkushtimin më të madh dhe jam e lumtur teksa dëgjoj që përkthehet në këtë mënyrë edhe nga shikuesit, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, kudo ku ka shqiptar dhe ka një audiencë shumë të madhe edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Ylli Dreshaj është në këtë komunikim me ne, mirë se vjen në Living Day gëzuar ditën e pavarësisë Ylli. Mirë se u gjej, po unë Kosovë jo në Shqipëri, kështu që pas kemi një kosovar atje, që po e përshëndes shumë.
dhe shpresoj që jeni tu kalu mirë edhe urime pavarësia gjithë shqiptarisë, por jo vetëm në Kosovës. E vërtet, jemi në këtë komunikim dhe në studio është prezent Valon Berisha, i cili po ndjek jo vetëm komunikimin me të gjithë të ftuarit që ne kemi përzgjedhur sot ashtu siç je edhe ti Ylli, por po mban edhe qendrimet e veta ndan mendimet e tij me ne për këtë ditë kaq të rëndësishme. Po më trego pak për festimet e ditës së sotme. Edhe kujtimet që ke ti nga kjo ditë vit pas viti. Padyshim që gjithë secili kemi ato mendimet tona personale, qoftë nga fusha apo nga profesioni që ne kemi. Unë kisha më dashur me thonë që 17 shkurti nuk është vetëm një datë kalendarike, është lag, sakrificë dhe krenari e një populli që refuzoi të zhdukej. Kështu që unë kisha dashur me thonë që gjithë secili padyshim që e pret këtë ditë për me festu, po kisha dashur me bëni pyetje gjithë njerëzve se a jemi kaq lidhur çdo ditë apo jemi lidhur vetëm në festa dhe vetëm në protesta? Gjë që s'më pëlqen as pak, ishte momenti që kur dola nga shtëpia, më mbosh zemra mal edhe më mbosh në syt me lot me thënë drejtën, kur pash aq shumë vetura, aq shumë njerëz, domethënë që realisht sot fatkeqësisht jam punë, edhe kështu që kemi plot njerëz që kanë ardhur nga gjitha trojet shqiptare me festu këtë fest, po për disa është edhe protestë. Padyshim që kjo fest ka qenë gjithmonë e mirë për gjithë ne, po jo e mirë për gjithë secilin familje, sepse ka pas familje që kanë humbë anëtarët e tyre, familjarët e tyre, që sot asaj ditë nuk gjenden as eshrat e tyre. Domethënë tash nëse shohim nga ky këndvështrim, atëherë le ta festojmë këtë ditë si diçka serioze, edhe jo si diçka për patriotizëm, që të shkojmë të bëjmë foto duke bukur, të veshëm me flamur, vetëm sa të bëjmë disa foto dhe të dukem në rrjetet sociale apo në media duke bërë këto gjëra. Domethënë kemi njerëz Po, kemi kohën e mjaftueshme për ta përfunduar. Megjithatë, meqense e nise ligjëratën tënde duke bërë një pyetje, shtrove një pyetje në reflektim, për ty si të rezulton më shumë, pra që e bëjmë këtë gjë për fasad, edhe a jemi vërtet kaq të lidhur çdo ditë apo vetëm për ditë festash? Jo, as pak ne nuk kemi të lidhur, sepse nuk mjafton të vim në Prishtinë për fotografi patriotike, dua të kthehemi në shtëpi, pastaj me shumë përgjegjësi patriotizmi nuk është vetëm një dekor, një editor. Domethënë është karakter i përditshëm. Le ta duam Kosovën jo vetëm me fjalë të mëdha sot, por me veprime të vogla çdo ditë. Po dhe po thoje, teksa të ndërpreva, nuk e di nëse e përfundove mendimin tënd. Këtë gjë po thoje, pra që le ta duam Kosovën jo vetëm në fjalë të sociale dhe të dukemi bukur për rrjetet sociale, por të përkushtohemi çdo ditë. Kosovën çdo ditë. Kështu që padyshim që mendoj që kjo është një fasadë shumë e vërtetë, për shkak që sot kemi njerëz, siç e thash edhe më herët, të fushave të ndryshme, qoftë dikush vjen për profesionin e vet me kriju nejse, unë po flas për atë pakicën, jo për shumicën, sepse kemi sot njerëz që kanë shkuar në festa të tilla siç është sot 17 shkurti. Ka pas plot VIP si Gjuliana Nura, që duhet me përmend publikisht edhe pse unë nuk është që e njeh personalisht, që ka qenë gjatë gjithë kohës ajo që ka shkuar në për këto festa vetëm për me marr emër, për me marr famë, u bë virale. Jo vetëm kjo, ka pas edhe shumë domethënë VIP të tjerë të cilët kanë shkuar në këto gjëra vetëm për me marr në për këto festa, apo qoftë edhe protesta vetëm për me u duk në sy të publikut, më duk që unë jam patriote, edhe gjë që nesër pas nesri e ka harru. Pse na duhet me festu ose me protestu vetëm ditën e 17 shkurtit? Atëherë nëse dojmë me protestu ose me festu këtë pjesë, le ta festojmë ose le ta protestojmë gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë vitit, jo vetëm t'ja kushtojmë vetëm një ditë kësaj pjese. Sepse mos ta harrojmë, siç e thash edhe më herët, ka njerëz që kanë derdhë gjak, kanë derdhë mend, sakrificë kanë bërë për këtë vend, edhe kështu që pse mos jemi edhe na një pjesë përkrahje për ato familje. Pse mos të shkojmë në këto festa ose në këto protesta me një qëllim të mirë për gjithë popullin, për gjithë publikun, për gjithë njerëzit, apo po shkojmë vetëm për qëllimet tona personale, që të shkojmë, të veshëm me flamur, të bëjmë gjëra, të bëjmë gjese për me shku viralitet edhe mandej për me thirr dikush në intervista. Mendoj që jemi popull shumë që kemi fasad.
nuk e di, diçka është shumë absurde për mu, për fushën time, sepse kam njerëz cilët janë influencer me profesionin tyre dhe i njoh personalisht që gjatë gjithë kohës të gjëra i bojnë vetëm për famë dhe për viralitet. Më vjen keq ta dëgjoj këtë dhe uroj që të jetë përcjell mesazhi ashtu siç duhet, që të jetë një përkushtim i përditshëm, i përjetshëm dhe jo vetëm në ditë festash dhe për t'u shfaqur për më tepër për të marrë vëmendje në një mënyrë apo në një tjetër përmes rrjeteve sociale në ditë kaq të rëndësishme. Ylli, jemi në këtë komunikim bashkë dhe nuk mund të mos të komplimentoj dhe të uroj për programin tënd televiziv, në të cilin je në bashkë moderim edhe me kolegë tjerë, tashmë jemi zyrtarisht kolegë edhe bashkë. Urime dhe komplimenta. Faleminderit shumë, Brunilda, po, kemi fillu një diçka të mirë, për shkak që sa vite të e pas parasysh që e kom pa vetën që kom pas një potencial, edhe pse mos me bo këtë potencial, pse mos me shfaq për publikun, për njerëzit që na përkrajnë edhe na përhoritin gjatë gjithë kohës, edhe kështu që kom pa një diçka që kom pas bërsh për publikun, të cilit na kanë përcjellë dhe më kanë votu kur kam qenë në firma vet. Po, misioni, kështu që nejse, ju po na shiqoni këtu të Brunilda, por sonte na shiqoni edhe neve tek burra dhe gratë të radio televizionit Dugagjini. Ja, shikoni rëmbeu me një herë momentin, për të bërë një ftesë, për të ndjekur programin, uroj shumë suksese, vërtet uroj shumë suksese. Edhe jam e lumtur që të ka prirë pas eksperiencës Ferma VIP 2. Ylli, gjithmonë i mirëpritur sa vjen në Tiranë këtu në Vision Plus, në Living Day, duhet të përshëndetemi bashkë. Urime pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë Brunilda, ju përshëndes edhe unë juve. Kështu që urime festën e shqiptarisë për gjithë njerëzit që na përcjellën dhe ju në studio, kështu që duani vetën, duani njëri tjetrin dhe kështu që pse mos kërkoni popull shqiptar së si në keqen dhe si në të mirën. Kështu që ju përshëndes gjithëve, gjithashtu kisha dashur m'ia bëni dhe një ftesë publike të ndëruarit aty që e ke, kështu që kur do të vish në Kosovë, pres edhe në emision të na. Se këtu e kemi pak më të zgjuar. Faleminderit shumë. Ju përshëndes gjithë stafin dhe kalofshi sa më mirë. Mirupafshim, faleminderit për mesazhet e tua. Valon, na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, në fakt u përshëndetëm me Yllin, po Ylli mua nuk ma bërin ftesë për në programin e ti. Po s'ka problem se do shkojmë bashkë, po problem, do shkojmë bashkë. Yllin e falenderoj për ftesën. Shkojmë pas pak, faleminderit.